të madhe. Dami që do i bëhet ekonomisë dhe jo vetëm ekonomisë, sepse krejt damet që i bëhen ekonomisë mandej u përcjellën qytetarëve të Republikës së Kosovës, qoftë me humbjet e vendeve të punës, qoftë me shtrajtimin, do të thonë edhe me nivel të ri të inflacionit, me ngritjen e çmimeve të gjithë produkteve, qoftë me mungesën e aftësisë së ndërmarrjeve vendore për të qenë konkurruese, qoftë në tregun vendor, qoftë në tregun ndërkombëtar, e gjitha kjo shkon në dëm të interesit të qytetarit në dëm të ekonomisë së Kosovës. Ajo çfarë është vërtetuar prej të gjitha institucioneve, prej shoqatave të biznesit dhe prej krejt mekanizmave, është që pavarësisht që ka një ligj të energjisë elektrike cili kërkon me u bë liberalizimi i tregut, ZRE-ja ka dështuar që të siguroj një treg të lirë dhe konkurrent. Është obligimi ZRE-s ta siguroj tregun? Absolutisht, sepse kompanit, si t'ja vëzhë interesin kompanive tregu është i lirë që të tregtojnë hymë? Sepse ZRE-ja e ka obligim që të sigurohet fillimisht që ka treg të lirë për me i thonë dikujna del në treg të lirë. Nuk mundesh me i thonë dikujna del në treg. Do duhet ta shtynte me që nga 2017, pra 8 vjetë shty ky vendim, edhe sa ka nevojë? Zonja Koprani duhet me ushtyn pa fundësi, duhet me ushty deri në momentin kur me të vërtet ka treg të lirë. Për ndryshe, ZRE-ja është dashur të dalë publikisht dhe të tregoj që nuk ka konkurrencë të lirë në treg. Dhe me thonë, problemi është që ata nuk po refuzojnë, kompanit private nuk po refuzojnë në dalë në tregun e lirë. Krejt problemi është që tregu nuk është i lirë. Kompanit private... është konsideruar që nuk kam pas interesim tregtarët, po i quaj tregtar, kompanit që tregtojnë rrymë, nuk kam pas interesim me që kanë qenë të reguluara bizneset, si që jemi të reguluar ne konsumatorët e anvisrisë. Ka 21 kompanit të cilat deri më sot janë të licencuara nga ana e zyrës e regulatorit të energjisë elektrike për tregtim të energjisë. Shoqata e bizneseve që është në kuadër të odës ekonomike, në emër të krejt prodhuesve, ju ka bë kërkesë, domethënë, për ofertë. Në atë kohë kur këta ju kanë bë ofertë, kanë qenë 19 kompanitë e licencume, këtyne 19 kompanive të licencume për me marrë ofertat e tyre për me i furnizu me energji elektrike. Dhe a dini çfarë? Ofertë kanë marrë vetëm nga Kesko. Dhe atë me çmim 260% ma shtrejt. Më lejoni t'ju them, një kompani për cilën është po përflitet shumë, sepse e ka monopolizu komplet tregun e tregtimit me energji, që është NOA, Trade Energy, NOA, e ka qarkullimin vitin e kalum 160 milion euro, a e dinit që unë kam pa përgjigjen zyrtare që i ka thonë NOA shoqatës e prodhuesve dhe ka thonë që nuk është e interesume me i furnizu me energji elektrike. Kompania e cila në vitin 2024 ka tregtu 160 milion energji elektrike nuk ka bo ofertë për me i ofru. Qka fshihet këtu? Qka thonë ata që njojnë tregun e energjisë? Ata çfarë ne po e themi, edhe për cilën ka evidenca gjatë gjithë kohës, edhe për cilën kanë folë shumë njerëz, ka folë, do më thonë, fillimisht në sipërfaqe që nuan e ka vendos gazetari Lirim Mehmeta, i mandej një punë të shkelqyshme, është duke e bë buletini ekonomik dhe gazetari Agon Sinonaj me ekipin e tij hulumtus, i keni pa sot për shembull artikujt. E keni pa që janë 2 kompani të cilat janë duke i ble kapacitetet transportuese, ndërkufitare të energjisë elektrike dhe mandej këto kompani, do më thonë dyshimet janë që këto kompani janë komplet duke e monopolizu dhe duke e manipulu tregun. Dhe thoni që cila është lidhja e kësaj kompanie me qeverinë? Deri në këtë moment, me ashtë sa kemi lexuar, me ashtë sa kemi parë, nuk ka një indikacion, apo është punë e prokurorisë ta gjej lidhje? Edhe ne pikërisht po kërkojmë, zonja Koprani, që prokuroria me na tregu neve cila është lidhja. Ajo e cila ne po themi. Sot nga hulumtimet e buletinit, po dhe hulumtimet e cilat i ka publikuar para disa ditëve kur ka tregu që në periudhat caktuar në vitin 2024, Kosova ka pagu 800 euro për transportin e 1 megavati orë të energjisë elektrike. Kosova ka pagu 800 euro. Sot, kur ne po flasim, transporti i energjisë elektrike është ma i shtrejtë se sa çmimi megavatit. 92 euro është çmimi i megavatit në Hupex, ndërkohë që 95 euro është çmimi i transportit. Ne nuk kemi ngjit emra,
po ka dështu zëreja, ka dështu kosti, ka dështu Ministria e Ekonomisë për me mbikëqyr këtë situatë. Për me mbikëqyr. Do më thonë, është shkel rregulloria remit. Rregulloria remit është rregullore Bashkimit Evropian, e cila ka të bëj me tregtin me shumicë, transparencën dhe integritetin e tregtisë me shumicë të energjisë. Po, edhe në thuaj, sepse edhe si ekspert e ekonomisë, edhe si pjesë e qeverisë dikur, çfarë mund të bëj qeveria në tregun energjetik për t'i parandaluar këto shkelje që thoni. Me që për gjithçka tjetër konsiderohet që tregu është i lirë dhe nuk duhet t'i fuz duart politika. Jo tregu i energjisë, tregu i energjisë nuk është treg i lirë, është treg i rregullum. Tregu i energjisë nuk është i lirë, është treg i rregullum. Për ata na kemi një rregullator, që është institucion i pavarur, është zyra e rregullatorit të energjisë. E kemi një institucion tjetër, i cili është kosti, raporton kuvendit, prapë është institucion i pavarur, pavarësisht që në këtë mandat asnjëherë s'kanë qenë pavarne, sa ato refuzojnë me ardhë në kuvend me raportu, kur unë i thrasi deputete në emër të 30 deputetëve, po shkojnë edhe vizatohen kur i thirr deputeti Kurti dhe deputeti Aris Vanolli në zyrat e qeverisë. Nuk është tregu i energjisë. Tregu i energjisë është i rregulluar. Ka thënë zëreja ka dështuar të zëreja. Zyra e rregullatorit, dëgjoni, na i dim të gjitha, i dim historitë, na e dim historinë e Martin Berishës. Na e dim që zoti Martin Berishaj është pa në fotografi me Kurtin, me të gjithë eksponentët televizjes vetëvendosje. Ose është ambasador. Po, jo. Fotografit janë para se... Po i referoni të tjerave momente. Fotografit janë pa qenë ambasador. Martin Berishaj e ka marrë shtetësinë e Kosovës për 24 orë. Kërkush nuk e ka spjegu çish e ka marrë 24 orë. Martin Berishaj është bë ambasador. Martin Berishaj 1.4 milion, do më thonë ma shumë se 1 milion i 4 heq para cash, të cilat nuk i ka deklaru asnjëherë. Ka një proces. Ka një proces, po nuk i kanë asnjëherë, do më thonë. Zotria ka bot deklarim të rreshëm në kuvend, në nënbetim, nuk e ka deklaru pasurin dhe nuk ka tregua, in fakt dhe nuk ka drejt si ambasador, do më thonë që me dhonë këshilla për tregtim të energjisë. Do të thotë këtu janë dyshime tona. Ne kemi pa se qysh ka pas një grup të WhatsAppit, për cilin do më thonë njerëz televizijës vetëvendosje, të cilët kur farë funksioni në qeveri nuk kanë vendos për tenderat e kekut, për tenderat remonteve. Na i kemi sot shifrat të cilat flasin për eksport të energjisë së kekut. Në anën tjetër, në shumë monetare asnjëherë ma shumë nuk është importu energji elektrike. Pre janarit, deri në maj, do më thonë dikun rreth 1 milion shifrat tregojnë. Rreth 1 milion euro në energji elektrike, deri me 1 maj kemi importu. Të gjitha këto të bëjnë me dyshu heshtja e kostit në raport me monopolizimin e linjave të transmisionit. A e dini që sot buletini ka të regu se qysh FT-ja, kompania e Vuk Hamovicit, i ka ble linjat e transmisionit në bursën shqiptare, në ndërkohë që asnjëherë nuk i ka shfrytzu për me bon tregti në anën tjetër. Kesk dhe Kek nuk kanë ble energji elektrike, do më thonë shumica energjisë elektrike nuk është ble përmes